e tjetra, atëherë varet nga partia Po thoni, se ka vullnet, mundet më kry nesër dhe mas nesër një bashkërëndim ose një dakordim për bashkëqeverisje. Duhet me pas seriozitet edhe duhet me pas vullnet të mirë për të arritur një partneritet të qëndrueshëm dhe në të mirën e Kosovës. Definitive me tregu me pas që zoti Kurti ka një men krimi institucioneve apo blerën e kocës me si pravenin në zgjedhje? Unë kam mendu edhe atëherë kur kemi pas diskutu për presidentin dhe kur seancat vazhdonim, unë gjithmonë mendoja që 24 orë janë mjaftueshëm për të ullë të arrit një marrëveshje. Kërkohet vullneti i mirë, kërkohet serioziteti që vërtet edhe zoti Kurti po dhe partia e tij ta kuptojnë seriozitetin edhe peshën e përgjegjësisë që e kanë në këtë situatë, sepse Kosova ka 2 vjet që s'ka institucione e ata janë partia më e madhe. Ata e kanë përgjegjësinë më të madhe. Prandaj ata duhet që t'jepin maksimumin e tyre për të prezantuar zgjidhje, për të qenë të hapur për diskutime. E kjo kërkohet në demokraci, nuk është dobësi, po faktikisht është respektim i gjithë atij vullnetit qytetarëve që ja u kanë dhënë qytetarët. Në mungesë një intervistë të qartë të liderit të lëvizjeve të vendosura dhe në kryetare së zotit Konjufca, ju bëj thirrje zotit Konjufca, zotit Kurti, hajde byrëm flasëm. Kemi filluar në teori konspirative. Opozita, aktorë të opozitës mbrapa kamerave na thojnë mu personalisht, du më nalë me përmen emra që ekziston tashmë një skenar që me 6 mundet konstituohet kuvendi, thirrën jep një betimin, sot i keni nështruar, e jep një betimin, konstituohet kuvendi, zgjedhet kryesia, edhe mbas rregullores, se pak kena pushu këto 2 vjet, e shojnë kuvendin në pushim, deri ka gjysa shtatorit, në gjysën e shtatorit metet më votu qeveria, për shkak sipas disave, edhe nga LDK, edhe nga PDK, edhe nga KS, që ma thojnë brava kamerave, zoti Kurti ka do mene me symenin në zgjedhje, edhe i përshtatet me dinamikat, hamencimet, hapësirat kushtetuese prapë në djetor me pas zgjedhje. A e pranën LDK-ja një opcion ku me 6 vetëm jepet betimi, konstituohet kuvendi edhe automatikisht shkon kuvendi sipas rregullores në pushim, deri mas 60 dite, tek mas 60 dite mu votu qeveria. Fatkeqësisht mungesë të ballafaqimit zotit Kurti, zotit Konjufca me gazetar, jam të ushtru pyetje, një na shumë kesë, të pyetje kur nuk ka ndonë emisionin tem, por jipet mundësia për shkak zyrtarëve tjerë politikë, që e thonë si kur skenar politik me të ashtru pyetje, kërkoj faljes që e obligume me më përzizën këtë pyetje, por bëllëm qka nëse ekziston një skenar i tillë, a është e pranueshme për LDK-n? Shiko, është keq për vendin nëse institucionet nuk konstituohen në rekord. Ne jemi tashmë vonë. Do të thonë, kuvendi ka mund të konstituohet qysh më herët. Prandaj është tepër e rëndësishme që të konstituohet kuvendi, të arrihen marrëveshjet edhe të themelohen institucionet. Ne jemi duke funksionuar si shtet me ushtrues detyre. Nuk është mirë për asnjë vend, po për vendin tonë posaçërisht që ka një administratë të brisht, ka një demokraci të brisht, të cënohet kaq shumë. Edhe për çka? Për vullnet politik. Ne kemi marrë përfaqësimin, tash e 3 herë kemi dalë në zgjedhje, i kemi përfaqësuesit tanë në kuvend, çka duhet të ndodhë më shumë për të na rritur seriozitetin e bërjes së institucioneve. Prandaj, unë këtu duhet të bëj thirrje vërtet që të mos ketë zvarritje në themelimin e institucioneve, që të bëhet në kohë rekorde. Këtu nuk po bëj thirrje që të ketë një marrëveshje, sepse mund të bëhen marrëveshje edhe me partitë të tjera, mund të arrihet marrëveshje me KDO, nuk po bëj... PDK ka refuzu. Jo, nuk po bëj zgjedhje, po ajo që është e rëndësishme është që secila parti ta kuptoj që është situata në Kosovë është serioze, se ne po harrojmë që jemi duke funksionu me një qeveri e cila është në detyrë, pa asnjë llogaridhënie ndaj kuvendit, që kuvendi kemi pas zgjedhje, janë certifiku, ende nuk është konstituu kuvendi, ndërkohë që ne duhet i bëjmë këto në kohë rekorde, nuk mundemi me pas institucionet përfaqësuesve politik pa u dhënë llogari ndonjë institucioni tjetër. Edhe këtu po kërkoj që të bëhet një qeveri fuqiplot që merr vendime të mira për qytetarët e u lehtëson jetën atyre. Se me 6 kërkohet një gjë e tillë nga kryeparlamentari si zgjedhet nga shumica, si u takon, edhe merr vendim me dërgu kuvendin në pushim, tek mas 60 dite me shku në votim qeveria. E shini këto si tendencë zvarritjeve të krimit të institucioneve dhe çka flet për LDK-n, vetëm partia e cila po thotë e obligon edhe kuvendi tash, edhe thotë e kemi obligim që mos me lëmë vendin pa institucione, çka do të thotë kjo për besimin te partneri në këtë rast, te partia fituese, nëse ata shkojnë bazë një skenari, konstituojnë kuvendin edhe dërgojnë kuvendin pushim.
çka do të thotë kjo për LDK-n? A është ky sharret i mjaftueshëm që këta po duajnë mi zvarrit krimin e institucioneve, s'ka flet zvarritja e institucioneve për LDK-n, a do të thotë që po përgatitet terreni për misionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme jon. Me shku në pushim, kuvendi i Kosovës, ende pa u konstituar edhe pa filluar puna, pa e zgjedh përfaqësuesit, është vërtet një zvarritje edhe besoj është e panevojshme për Kosovën. Çka flet zvarritja nga vetëvendosja për LDK-n? Po tani, nëse vetëvendosja e zgjedh këtë skenar, duhet me i pyet përfaqësuesit e tyre dhe me elaboru pse e bëjnë. Po ata pyet për juve ftesë, jeni vetëm partisë që keni shpjega dëshmëri me kriju institucionet. Ta shtrohet pyetja, çka thot për juve besim nëse këta e shihni si po duhen zvarrit institucionet? Jo, unë po bëj thirrje që të mos ketë asnjë zvarritje për hir të Kosovës, për hir të